qysh edhe dini partia më e madhe opozitare, asnjë kauz, asnjë protestë, asnjë çështje të rëndësishme nuk e ka ndjek. Shtrohet pyetja pse po i ndodh kjo Partisë Demokratike të Kosovës. Arsyeja më e thjeshtë dhe më e qëndrueshme është se ky kryetar është veç fytyra që keni me e pa sot, por realisht Partinë Demokratike të Kosovës e ka kap një klik e cila e udhëheq i klikës PDK-s edhe i klanit mbrana PDK-s është Turani Ismaili. Para mendojeni, nga 4 anëtar të kësaj klike, 2 prej tyre as nuk garojnë. Njëri ka qenë kryetar partije, tjetri ka qenë shef i grupit, ministra, as nuk hin gar fare. Por janë vendimmarrësit në këtë parti. Mbledhja e kryesisë ka qenë veç formalizim i vendimit të këtij. Dhe e dini po ashtu që në kryesinë e PDK-s nuk është votu. Pra ka pas një debat shkurt, kryetari u qu dhe ka mbyll çështjen pa debat për këtë punë. Sepse klika ka kushzu që nëse kthehet Fatmir Limaj, këta nuk marrin pjesë. Dikush nuk bëhet shef shtapi, dikush nuk hen listë e dikush nuk garon. A e dini që ky është i vetmi kandidat nga zgjedhjet e dhjetorit, i cili ka dalë nëse s'ka bëj 4 i votuar në parti, e është numër 2. Pra të vetmit kandidat që s'ju kanë rru numri për që ty në të votuar është kë. I ka 2 kandidat ma poshtë, që janë Gruda dhe Tahiri, të cilët kanë marrë vota shumë ma shumë se ky, e ky është prap numër 2. Ky e ka kurzu Limen dhe ky e ka bo dhe koalicionin në Prishtinë.